Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi shumë të lumtur si çdo punta tjetër të Kinotekës, por për vete disa e lumtur. Pikërisht, doja të thoja që sot është puntate veçantë. Është puntate veçantë sepse edhe sezoni të dytë të Kinotek në Soli erdhi fundi, edhe sado që ne do të jemi këtu edhe e mirëpresim me shumë energji dhe me shumë gëzim të gjithë këtë stilën e verës që kanë ngelur për të përgatitur, gjithsesi ka një nostalgji, Viola? Ka një nostalgji, por mbi të gjitha sot është një ditë që përmes shakave dhe lojrave të ndryshme që ne kemi përgatitur për njëri tjetrin, të festojmë në një farë mënyrë suksesin e Kinotekës, sepse na ka surprizuar edhe për këtë patjetër jemi mirënjohës gjithë secilit prej jush. Ndërkohë, sikurse edhe ju thash, nuk ka sugjerime filma sot, por ka lojra pafund. O bëhemi meme sot, o nuk bëhemi ndonjëherë tjetër. Shansi ynë për të bërë meme dhe shansi juaj që të na njihni, sikundur nuk na keni njohur më parë, përveç juve që na njihni personalisht, jeni miq tanë dhe e dini tashmë se çfarë mund të themi, po për gjithë të tjerët, edhe unë tha kam shumë emocione sot Viola, sepse nuk e di si do t'i presin njerëzit. Nuk e di, e kam nga vapa. Gjërat që do zbulojnë për mua. Apo janë emocionet e episodit të fundit, po i kam duart e djersitura. Të betohem. Dhe ne këtu kemi edhe kondicioner, kështu që nga vapa nuk e kam, po me sa duket janë këto emocionet. E ke nga emocionet se kam përshtypjen që e merr me mend se çfarë pyetjesh do të bëj, që do të zbuloj njerëzit ta dinë se kush është Viola Gremi, kush është Viola Gremi. Po unë jetoj pa filtra, kështu që nuk i trëmbem pyetjeve të tua. Me qira fjala, do ta nisim nga gripi që më ka zënë e tmerrshme, domethënë të zër gripi në dhjetor, normale se është ftohtë, kupton? Po të zër gripi në korrik, kjo është ç'është në fakt. Shiko, është më normale të zër gripi në korrik, sepse me këtë ndryshimin e temperaturave dhe mos u bëni pa kujdesshëm tani. Nga vapa në kondicioner, lutem pak më shumë kujdes për veten se do ju lëm për pak kohë, kështu që e mira është t'ju lëm me këshillat e duhura. Përveç rripit të makinës që gjithmonë duhet ta keni kujdes, sidomos kur na dëgjoni ne çdo të mërkur në orën 17, kujdes edhe kondicioneri mos kaloni nga vapa. Rripi i sigurimit, se rripi i makinës kam. Po, rripi i sigurimit. Po, rripi i makinës. Kështu. Mirë, tashi është momenti që bëjmë koleg. Unë dhe ti vetëm në Kinotek. Po, në fakt sot nuk kemi asnjë të ftuar sepse e gjithë vëmendja është tek ne dy. Kush shtyhet me ty? Nuk shtyhet me mua vërtet? Jo, fare. Po ti mendon që do kishim bërë dy sezone? Jo, po ka qenë dhe zakonisht një ftuar, kështu që të tre bashkë të shtyhim mbase. Se me mua e di që do të shtyhet. Okay, po 10 minuta ishin ato të shkretët. Që ne mund kemi pasur konflikte të vogla, situata të vogla me njëri tjetrin, po që jemi një duo e mrekullueshme, jemi dhe kjo dihet tashmë për te i modestis. Shiko, unë mezi po pres që ta zbuloj Violën, se do thonë ju tash 2 sezone, po edhe për te i 2 sezonave që e kam njohur Violën, nuk ja ke mësuar të gjitha huqet Violës ti, jo me thënë të drejtën, edhe sot jam kurioz të di edhe për gjëra që mbase Viola është rezervuar, mbase ka pasur një moment që për shembull ka dashur të më rrah. Ba? Po nuk e di. Do ta zbulojmë. Kështu që në këtë pjesë të parë të Kinotekës, ne jemi vetë të ftuarit dhe do t'i bëjmë pyetje njëri tjetrit. Tani do ta nisësh ti apo ta nis unë. Kontinuojmë siç duhet këtë episod të fundit. Okej. Dhe kam përshtypjen që kjo ka qenë një nga pikat tona jo shumë të forta, kombinimi. Megjithëse nuk e di sa është kuptuar aty te ju, shpresoj që të mos jetë kuptuar shumë që. Por ne e pranojmë që kemi shumë gjëra për të përmirësuar, po gjithmonë ka vend për dije, për përmirësime gjithçka tjetër. Ka vend gjithmonë për përmirësim. Unë po bëhem kavalier, gentleman edhe po të them që mund ta nisësh ti. Okej, po e nisun. Okej. Dhe vim direkt te momentet e vështira. Cili ka qenë për ty momenti më i vështirë gjatë këtij sezoni? Gjatë këtij sezoni. Okej. Në fakt momentet vështira nuk ka pasur në përgjithësi, por më duhet të them që për të gjithë ne që punojmë në kamera dhe kush punon në televizion, kush punon në ekran, e di këtë gjë, përgatitja është më e vështirë se momenti kur performon. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me mua, ki parasysh ngarkesën e ditës, të punës, të familjes, të vajzës, kështu që më është dashur të ngushtohem pak edhe ndonjëherë kam kaluar edhe ndonjë natë pa gjumë, që është e vërteta. Jo se kam bërë ndonjë sakrificë, që të jemi të qartë. Jo, po të rish pa gjumë sakrificë është, kështu që unë jam mirënjohëse se mirë, mos u tall tani, kupton? Nuk ka nevojë të tallesh kaq shumë. Sot kam vendosur të jem shumë e mirë Egon. Kështu që ne po ma bën për borxh. Okej, do ta shohim deri ku shkon mirësia jote. Do ta zbulojmë. Ndërkohë, do doja të pyesja pak edhe për intervistat, se ne kemi pasur të ftuar në çdo episod gjatë këtij sezoni.
ka qenë një nga objektivat që në fillim me ristrukturimin në këtë sezon të dytë të Kinotekës. Cilën nga intervistat ke pasur me sikleti që kanë filluar të dridhen duart? Unë kam përshtypjen që pak a shumë e di se cila është, se të shihja atë ditë dhe të vështroja duart djersët. Okej. Edhe gjithçka tjetër. Po cila ka qenë për ty? Që të jemi sinqert, nuk më kujtohet. Por ti mund të ma kujtosh dhe mbase unë ta konfirmoj. Pra në këtë moment, shiko, aq shumë e kam shijuar Kinotekën, Viola, sa që gjithçka që më ka ngelur në mendje janë momentet e bukura. Patjetër ka pas edhe momente edhe sikleti është një moment i bukur, po them një nga ato intervista që deri dikut ka vendosur më shumë përpara përgjegjësisë, për të treguar një anë profesionale, edhe pse kjo nuk mungon asnjë episod, po. Okej, mund të ketë qenë intervista me Blendi Fevziun për arsye se duke qenë se dhe ai është gazetar dhe si të thuash i di, po themi kleçkat e kësaj pune, mund të gjykoj, pra po e bën mirë apo nuk po e bën mirë punën. Pra po them nga pozita e gazetarit për gazetar. Po unë besoj që mund të ketë pas edhe momente të tjera të sikletshme për arsye të për shembull, një tjetër moment i sikletshëm, po tani që më kujtohet, ka qenë kur kemi intervistuar regjisorin Dionis Papadimitri dhe aktorin Arben Derhemi, sepse të paktën siç e shihja unë në atë moment kishim përballë, pavarësisht modestisë dhe sjelljes jashtëzakonisht mirë nga ana e të dyve, kishim përballë dy personalitete të fushave përkatëse dhe të përballesh me dy personalitete dhe të flasësh për fushën e tyre kërkon përgjegjësi. Pra duhet që të dish mirë se çfarë të flasësh. Mbase të qëndrosh brenda kompetencave. Mbase njerëzit e tjerë nuk e vlerësojnë kështu, por un jam çun me sedër edhe njerëzit ma vënë në dukje këtë që mos i merr gjërat kaq seriozisht. Ke pasur një moment pas mikrofonit që ty të ka bërë të qeshësh pa ose edhe gjatë emisionit që ke dashur të qeshësh, Po, besoj që gjatë emisionit njerëzit më ta kenë parë kur kemi qeshur sepse është aty në YouTube, por jo, po që nuk qeshje dot. Që nuk qeshja dot. Nuk më kujtohet, në thënë drejtën, nuk më kujtohet. Ti gjithmonë nëse të kujtohet në një moment imi mund të më thuash, por jashtë kamerave kam përshtypjen një nga barcaletat e Romir Zallës, të cilën për arsye etike nuk mundemi dot që ta themi këtu, por i siguroj të gjithë që është nga ato barcaletat që megjithmonë të bëjnë të mbash barkun në dorë, realisht. Dhe vin tani tek një pyetje super e rëndësishme, se do vi sezoni i ri dhe do vinë do na kërkojnë të bëjnë intervista këtu. U thash se do vinë një sponsor, në një lek, në një gjë. Po sponsorat i mirëpresim, by the way. Nëse do të mund të intervistoje një autor ose regjisor të njohur ndërkombëtar, kë do të zgjidhje? E ke në dorë, do të vija i patjetër. Po, do të intervistoja një autor të njohur ndërkombëtar që është Thomas Piketty, ekonomist i shuar francez, librat e cilit një pjesë i kam lexuar, të tjerët i kam nisur po si kam përfunduar, do doja ta intervistoja shumë dhe do doja të intervistoja një regjisor amerikan si Wes Anderson, filmat e të cilit i pëlqej shumë për shkak të skenografisë dhe konceptit se si e ndërton të gjithë atë. Ju bëjmë ftesë, ju presim në Kinotekë në sezonin e 3. E di veti. Me email në ndërkohë pas ftesat. Direkt. Okej. Të vazhdoj me pyetjet apo ke pyetje për të më bërë edhe? Po tash të bëj unë një pyetje, pse si më vetëm ti do bësh pyetje. Të bëhesh gati. Shiko, imagjino se jemi në episodin e parë të Kinotekës. Të parit fare të sezonit parë? Jo, sezoni 2 sigurisht. Po ti po deshu ktheu dhe në fillim të sezonit parë. Po kam më shumë nostalgji në fakt për atë sezonit parë, se aty ishte diçka e re dhe. Po mirë, dakor, ja po të bëj një pyetje. Nëse do ktheheshim në episod, do kthehesh në episodin e parë, do ktheheshim bashkë, domethënë, se me këtë do ta bësh tjetër, me mua do ta bësh. Çfarë do doja të bëja ndryshe nga gjithë kjo kur e shef në fund? Po ti rikthehem episodit të parë fare të Kinotekës, sezonin e parë, do kishim nisur më një herë me të ftuarit. Ftuarit kanë dhënë gjyrimet e jashtëzakonshme Kinotekës, kështu që për këtë sezon besoj që kemi bërë një punë shumë të mirë me faktin që kemi pasur në çdo episod të ftuarit, kështu që gjërat për ndryshuar do ketë patjetër, gjithmonë duke u përmirësuar, por që kjo mbetet për të diskutuar pastaj. Okej. Tani, a ka ndonjë episod të, po themi tani, të sezonit të dytë, që të ka prekur më shumë se të tjerët dhe ke thënë që për këtë ja ka vlerëtur e gjithë lodhja? Lorenz Kaja ka qenë realisht, sepse për dy arsye. Fakti që tregoj me sinqeritet gjithçka,
pati një moment që ai foli për nënën e tij, që realisht ishte goxha prekës, dhe nga ana tjetër na riktheu në fëmijërinë tonë. Ne gjithmonë mbetemi fëmijë në shpirt pavarësisht se si jeta ndryshon. Viola Gremi. Kinoteka ka patur edhe momente të sikletshme, besoj. Mbase për ty s'ka patur, po, cili ka qenë një moment i sikletshëm? Momenti i sikletshëm. Ajo poezia e Rita Petrës. Ato e kam përjetuar. Unë dua shumë Rita dhe artin e saj. Sigur ta dia do ta kishim rregulluar që të mos e filloje ti, po ta filloja unë, ta lexoja unë. Po nuk përshtatet ajo ndryshe. Okej. Kështu që detyrimisht duhet ta lexoja unë. Duhet ta lexoj një vajzë, një femër. Unë ja dua shumë poezinë dhe veprën Rita Petros, po e di gjithmonë mendon për komentet që do të vinë nga audienca dhe jo të gjitha arrin ta kuptojnë siç duhet artin, kështu që ajo është një nga gjërat që mua më ka sikletosur në një lloj forme. Okej, ka pas ndonjë moment që unë të kam zhgënjur, po them në të gjithë këto muaj bashk, një kritik që do të ma bësh ose në vend të shpullës, ta quajmë? Jo, ne besoj kritikat i bëjmë aty në moment, e i kalojmë me shaka edhe nuk kam kritika. Mos ma kurse përgjigjen. Jo, nuk po tregoj me kursyer. Mos u trego diplomate, se nuk ma hedh dot. Diplomacia është një nga pikat e mia të forta, por nuk po e luaj këtë. Okej. Gati poshta Olinës. Shkrap. Okej. Të të bëj dhe unë ca pyetje të tjera o Egon me që jemi tek pyetjet. Sa të duash, Më thuaj çfarë të ka mësuar kjo eksperiencë për veten. Pra, një podcast në radio. Është e vështirë të ftosh njerëz të famshëm, por kur i fton njerëzit të famshëm, e kuptojnë që nuk është dhe aq e vështirë. Pra diferenca midis ne njerëzve profan, po themi kështu, të vdekshmëve, edhe njerëzve të famshëm, se shiko, po e shpreh në një mënyrë që të gjithë e përjetojmë, me fjalë shumë të thjeshta. Në fillim është ajo diferenca midis ne dhe atyre, pastaj kur vepron, po them, dhe ke një emision që merret dhe me punët që bëjnë ata dhe i fton, e kuptojnë që po mundesh. Shiko, mbase kjo është pak ku di si ta them o Viola, duhet pak para që ne gradualisht po bëhemi të famshëm. E ndjej. E vërteta është që e ndjej që të jemi sinqert, edhe dua ta lëmë një modestin këtu sepse kjo është ajo që ndjej realisht, Dhe në kuptimin e plotë të fjalës famshëm që bëjmë diçka që realisht ka vlerë për publikun dhe ka qenë qëllimi prej fillimit. Por ka një gjë, kujdes. Ja kam thënë vetes shpesh këtë, duhet të mësosh të menaxhosh famën sepse për ndryshe të merr përpara dhe pasojat. Të merr për kot. Pasojat mund të jenë katastrofë. Po këtë e kemi diskutuar edhe ka pasur filma në fakt që flisnin për ndikimin që fama ka tek njerëzit dhe për çfarë i detyron të bëjnë më pas. Dhe një pyetje tjetër. Po ta bëj, se ne takohemi këtu, bëjmë emisionin, bisedojmë, po unë nuk e di çfarë bën ti pas një dite të lodhshme. Unë pas një dite në kuptimin si çfarë bëj, unë shkoj në shtëpi, ha vaktin. Po, një aktivitet që ty të relakson, po themi. Shiko, ka pas kohë që madje këto muajt e fundit, e di çka kam bërë Viola, pasi kam mbaruar të gjithë punët e ditës, përgatitjen për emisionin që kam në televizion, përgatitjen edhe për emisionin ton këtu. Sa punëtor që jemi. Luma jo që më ka marr. E di çka kam bërë, kam dalë dhe i kam rënë Unazës së Tiranës të këmbë, gati 2 orë e gjysmë lëvizje në këmbë. Ke bërë aq mirë. Po. Sepse trafiku në Tiranë pas orarit që ne përfundojmë me punët është i papërballueshëm. E kam nisur në orën 10 të natës dhe kam ardhur në shtëpi diku nga ora 12 kur eci shpejt, 12:30 ose 1 kur eci me një hap në velt. Do të thonë, në orën 10-12 të mbrëmjes ti del dhe bën ecje në këmbë. Jo gjithmonë. Ka pas raste që e kam bërë, raste që nuk e kam bërë. Unë përpiqem ta bëj se është e shëndetshme. Dëgjon muzikë? Dëgjoj podcaste. Dëgjoj shumë podcaste. Podcaste politike, gjeopolitike, dëgjoj Massimo Recalcatin, e dua shumë, ja dëgjoj podcast, ato emisionet që ka përpiqem. Dëgjoj në YouTube Veritasium, që është ky kanali me këto kuriozitetet shkencore, shumë interesant dhe gjëra. Vjen këtu në Kinotek flet për libra dhe filma. Po, komplet i çmendur. Se si merresh për mua ti se di, Dhe një pyetje të fundit po ta bëj, edhe pse do kisha shumë pyetje për të bërë. Nëse do të mund të jetoje brenda një filmi ose një libri për një ditë, cilin do të zgjidhje? Nëse do mundesh të jetoja brenda një filmi, nuk e kam menduar. Ose libri. Po nuk e di pse kur sheh filma i ke këto përjetime që do të jesh aty brenda ose kur lexon libra, pastaj kur ta bëjmë pyetjen, fap të zhduken filmat, librat çka janë fshihen gjithë ka memoria. Shumë e çuditshme është kjo. Nëse do doja të isha brenda një libri.
Do doja të isha brenda librit Letër El Grekos të Nikos Kazanzakisit. Mënyra se si ai e përshkruan dhe të rikthehesha në fëmijëri. Mënyra se si ai e përshkruan fëmijërinë vet në Kret është magjike. Është magjike. Do doja që të isha ai fëmijë aty, protagonisti i atij libri, është magjike. Nëse do doja të isha brenda një filmi, ndoshta sërish të lidhur me fëmijërinë se nostalgjia dhe e bukur na çojnë tek fëmijëria. Ndoshta do doja të isha tek Harry Potteri. Në Hogwarts, po. Okej. Tek Harry Potteri, po. Interesante. Dhe në fakt pjesa më e madhe e brezit tonë, se nuk është se kemi një diferencë, janë shumë të lidhur me Harry Potterin. Po, se është brezi. Na ka shoqëruar edhe na ka marrë në atë botën magjike. Ne jemi rritur me Harryn. Domethënë Harryn e kemi pas shok klase, shok lagje, ishte bashkëmoshatar me ne. Si ajo batuta e famshme e kanë pas në ushtri. Po, e ka pas në ushtri, po edhe në ushtri, po. Tani, më lejo të bëj dhe mua ca pyetje, se nuk më shpëton dot në. Tashi, a ka ndonjë gjë Viola, ndonjë zakon i yt, ndonjë gjë që njerëzit se dinë që ti e bën shpesh, po themi? Ha shalqime bukur. Jo, nuk e bëj këtë, seriozisht nuk e bëj. Si të tregosh që jam nga Fieri, pa thënë që jam nga Fieri, po. Pse ma? Jo, këtë nuk e dija për patriotët e mi. Po mirë, edhe ata të tjerë i ke brenda qarkut. Jo, bëra shaka, se nuk e hashe, qini me bukë, po. Këndoshta më duket aktiviteti më i pazakont që mund të bëhet. Pastaj, okej, nuk e di. Realisht nuk besoj që kam ndonjë gjë të pazakont që unë bëj. Ndodh ndonjëherë që flas me pasqyrën. Nuk jam me probleme mendore. Okej. Por flas me pasqyrën sepse duhet parë. Mendoj që ne duhet parë, kemi nevojë të flasim me veten, ëh? Më ndodh kjo. E di që edhe unë flas me veten. E po pse u tallën me mua? E di që qengemi të dy për vizitë. Peshore. Po, jo, e kam gjithmonë dhe unë flas me veten. Dhe reflektoj, kështu më ja them gjërat vetes. Ka psikolog të cilët e sugjerojnë. Këtë nuk e them unë, e thonë ata që merren me këtë punë. E sugjerojnë që të flasësh me veten, jo detyrimisht me pasqyrën. Sigurisht. Jo, ti ke zgjedhur një mënyrë kreative. Nuk flas me veten, flas me pasqyrën. Më pëlqen shumë mimik të si lëviz. Okej, interesante. Kur ishe e vogël Viola, a ëndërroje të bëheshe police si të gjithë tjerët? Çfarë ëndërroje të bëheshe? Un kam ëndërruar të bëhesha mjeke. Dhe gjyshim më thëriste gjithmonë doktoresha. Bëja edhe eksperimente pas herë të ndryshme që po ti tregoj këtu do të dukem shumë e keqe. Kështu që s'po i tregoj, po u akusoj këtë pjesë. Bëhet fjalë për kafshë edhe insekte rrethanore që mund të gjejmë. Por ta seroj, unë sot jam animaliste praktikisht, kështu që kam reflektuar nga ajo fazë e jetës. Po, doktoresh kam dashur të bësh akademish. Ajo fazë e jetës nuk tregon që do bëhesh doktoresh, mund të tregon që mund të kishte edhe prirje delinkuente, mund të bëhesh kriminale, kupton? Gjithçka mund të ndodhte, por nuk tregon, okay. Duke qenë se gjyshim të rrisë ashtu, mua më dukej sikur do bëhesh doktoresh. Pastaj gjatë rrugës ambicet e mia ndryshuan. Sot Viola na shëron me zërin e saj. Faleminderit. Pastaj filloi dëshira për aktrimin, pse çpata një deviancë rrugës për kriminalistikën. Hoqa dorë nga ato dhe i futa gazetarisë. Dhe sot kur e kujtoj, unë shpeshherë kam thënë që nuk kam në lidhje me gazetarinë, nuk ka qenë pasioni më i madh, po sot unë kujtoj që ne kemi pasur një kamerë të prishur në shtëpi. Dhe dilnim bënim raportime bashkë me time motor. Dhe unë dilja përpara asaj kamerës që praktikisht nuk regjistronte asgjë dhe tregoja për ngjarje të ndryshme që ndodhnin. Sa e bukur ishte kjo. Po aktrimi, pastaj kriminalistika dhe e mesme art gazetaria. Po kriminalët duhet të jenë aktorë shumë të mirë në fakt se duhet fshihen. Jo, kriminalistik. Okay, po. E di, pra të merresh me të zbulosh. Me zbulimin. Po, forensik. Mos më rënd në dorë emër se nuk lëgjë pa i zbuluar. Cili dhe dy pyetje kam. Përveç shalqiut me buk, a ke ndonjë ushqim tjetër që të bën të harrosh dieta e mbajtje trupi e ku diun më thash që nuk i reziston dot shkurt, domethënë. Tava e kosit nga duart e mamit nuk i rezistoj dot të betoha me gon. Është e jashtëzakonshme. Pra mund të jem duke bërë detox, mund të jem duke bërë çfarë do lloj diete, po ato duart e mamit sikur bëjnë mrekulli. Nuk po them vetëm për këtë lloj gatimi, po
për gjithçka tjetër, nuk i rezistoj dot, aty heq dorë nga çdo lloj diete, nga çdo lloj ushqyerje e shëndetshme. Për të gjithë ju që shkoni në Vlorë me pushime, ndaluni në Fier tani tavën e kosit nga duart e mamit të Violës. Tash kaq bukur sa edhe ti mua më bëre shumë kurioz. Do të presim. Kështu që po eftoj veten që të haj një tav kosi. Të presim me shumë zemër të bardhë sikurse ndodh në çdo familje shqiptare. Shumë faleminderit. E vlerësoj e fundit një ditë, imagjino, pa rrjete sociale, pa telefona, pa teknologji, pa ekrane. Çfarë do bëje? Ku do shkoje? Tek shtëpia e gjyshes. Dhe më ndodhi përpara disa kohësh. Bëra një ndalesë të shkurtër aty. Ai ka qenë dikur fshat i zhurmshëm. Kishte jetë, kishte rini, sot nuk ka asgjë. Gjë që po ndodh me të gjithë fshatrat shqiptar. Dhe shkoj vetëm një moment edhe ulem aty tek shkallët. Dëgjoja vetëm cicërimat e zogjve. Ndjeja aromën e çerepit, i themin nga anët tona, të komshies që ishte duke gatuar. Çerepi ushqiva pem. Jo, është shilloj si të tash saç. Saç, po, saç. Ja, aromën e atij tymit që dilte nga drurët e djegur. Dhe thjesht ishte një shqetësi që besoj aty do gjendesha në rast se do kaloja një moment jetës pa telefon dhe pa teknologji, që besoj gjitha kemi të nevojshëm. Shumë të nevojshëm. Shumë të nevojshëm të bëjmë një detoks nga rrjetet sociale, nga teknologjia dhe nga gjithçka tjetër. E ke vënë re kur prishet telefoni që kalon një ditë pa telefon, si ndihesh në darkë, sa mirë ndihesh, mendërisht, sa i shëndetshëm. Është e nevojshme ta bëjmë her pas here një shkëputje nga teknologjia dhe gjithçka tjetër. Shumë e vërtet. Po tani çfarë do bëjmë? Tani do bëjmë një pushim të shkurtër se po i afrohemi pjesës tjetër të emisionit, do bëjmë një shkëputje. Ç'a ndodhi? Ç'a bëhet më ej? Ua. E voj që ta ndodhe edhe kjo në... Qa janë këto gjëra, ma jeni? Qa është kjo? Po kishte parë ndonjëherë? Qa është kjo dhe? Kush e? Nëm Tereza Conjuring, nga cili? Po më gjanë si gruaja e Judës. Nga cili film ka dalë mërla? Jam personazh origjinal e kon. Unë kam qenë këtu me ju gjithmonë. Do me thënë ti na njeh neve. Patjetër Viola. Kam qenë këtu çdo episod. Identifikohesh si fantazma e kinotekës. A ti bën çfarë pyetje? Mos ta bëni kështu surpriza herën tjetër, aman, ha. Se si përballojmë dot. Pa përballuar. Pyetjet kam ardhur ti bëj unë. Po ke qenë kështu? Ke qenë edhe më përpara këtu në kinotekë ti se? Po. Ashtu, ha? Unë jam kinoteka vet. Ti je vet kinoteka? Po. Okej, po na sfidon. Po mirë. Jeni për pyetje? Po mirë, vazhdojmë. Pa një herë. Çfarë pyetje do bësh? Atëherë. Jepi. Cili ka qenë episodi që ka surprizuar më shumë këtë sezon, edhe pse? Episodi që na ka surprizuar. Pyetje e vështirë. Mos u emociononi, unë jam fantazëm miqësore. Atë se dim. Uroj të vazhdoj kështu në të tillë gjendje deri në fund. Viola, unë mendoj që do ta mendojmë bashkë përgjigjen. Po s'ke ky episodi që na ka surprizuar më shumë, duhet jetë ndonjë tjetër. Po, nga ky do dalim të shokuar, kam përshtypjen, jo të surprizuar, po mendohemi një herë. Mos ka qenë episodi i parë Viktor Canosini? Jo. Në të gjithë episodët jam ndjerë surprizuar, me thënë të drejtën. Gjithmonë ka pasur një element nga i ftuari që e bënte interesante, bënte të veçantë njërin nga tjetri. Unë tani që po kujtohem, mendoj që ka qenë episodi Krishtlindjeve për shkak edhe të performancës artistike të korit të kishës. Po që bie dakord me ty në këtë pikë. Ajo ka qenë një gjë ndryshe, po them nga formati i zakonshëm. Dhe jemi surprizuar estetikisht, po them për shkak të performancës. Bie dakord me Egonin këtu. Me cilin nga të nga fantazmë që s'kundër shtoka. Jo, jam mos i zër bez fantazmave, në fund do ta shohësh. Po pse na paragjykon me Egon? Po ja kështu jemi në shqiptarët, për i paragjykojmë. Me cilin nga të ftuarit e këtij sezoni do doni të kalonit një ditë të plotë dhe pse? Tani vetëm një ditë apo vetëm një ditë? Vetëm një ditë. 24 orë. Okej. Pa gjumë. Jepi Egon. Pa gjumë, do me thënë dhe i nash. 24 orë. 24 orë, pa gjumë. Bised. Okej. Dhe pse? Me Romir Zallën. Dhe pse? Sepse mendoj që mund të mësosh shumë nga Romiri. Romiri është një aktor i jashtëzakonshëm. Okej. Dhe mund të mësosh shumë.
Po ti Se Viola? unë me Rita Petron. Dhe pse? Se është gruaja e zakonshme. Është realisht gruaja e zakonshme, ka shumë për treguar, jeton pa komplekse, jeton thjesht jeton. Unë Dhe ky është qëllimi. mund ta bëj kështu të ri çik me Romirin deri nga ora 8-9, po themi Jo, e vetëm mbrëmje. një personazh. Nuk mund të shkojë te Viola që të rim bashkë. Jo. Na vendosi përpara vështirësisë pra. Okej. Ose mund të bëjnë të dy bashkë me një personazh. Hajta mendoj. Me kë personazh do veshim të dy bashkë? Kë do ti? Çfarë na duhet? Tani kë dua unë. Po leri ato tash kë dua unë, ha? Kalojmë te pyetja tjetër. Po, kalojmë te pyetja tjetër se na duhet kohë, na duhet ta diskutojmë këtë. Okej. Në cilin episod keni mësuar më shumë gjëra të reja që nuk i dinit më parë? Një ndër personazhet më të veçantë në këtë kuptim për mua ka qenë Pajtim Çaushi. Okej. Për vetë faktin se vinte nga një rreth tjetër, pra sillte një kulturë, një traditë, një histori, shumë detaje, shumë shpirt dhe bot kuptim të Konispolit, e një pjesë të Shqipërisë. Jo vetëm të Konispolit. Po them Blendi Fevziu, sepse realisht për një gazetare të re është nder të ketë në intervistë një gazetar që tashmë është i konfirmuar, ka kaluar një karrierë shumë gjatë të suksesshme. Fillove qoka ti. Jo, se janë qoka, janë realisht gjëra që unë i mendoj. Dhe është një figurë që i përket të njëjtit formim, po themi gazetar, ka një emision tin prej vitesh, kështu që natyrisht unë si gazetare e re kam nevojë për një njerëz që më tregon gjëra të reja në profesionin dhe fushën time. Okej. Vazhdojmë tek pyetja tjetër. Nëse do mund të zgjidhni vetëm një episod për ta rekomanduar për dikë që nuk e ka parë Kinotekën, cilin do zgjidhni dhe pse? Kjo është e vështirë. Prandaj jam këtu. Për na e bërë jetën vështirë. Mos na e bëj jetën më të A vështirë. isha fantazm pra? E di si është kjo pyetja, fantazma Kinotekës. Si ti thua një prind i zgjidh cili është për shkurt kinotazma. Kinotazma. Okej. Kinotazma, e di si është kjo që thua ti. Ose fanoteka. Të themi fanoteka? Kinotazma më pëlqen mua më shumë. Pëlqen më shumë mua. Shkojmë atë që i pëlqen se si dihet si reagon. Nuk i dihet si shkon puna. Ta pyesësh një prind cili nga fëmijët këtë preferuar. Shikoj, unë di dhe histori që ka humbur fëmia i vogël dhe fëmia i madh dhe dikush ka thënë, "Bona humbën kryesor." Ndërkohë që ka qenë i mesmi aty, po. I mesmi që mban prindin, se i mesmi e mban prindin. Nuk zgjedh dot. Po Diego, Mendoj që ndoshta mund të jetë episodi me Ama. me Arjeta Dhimën. E di pse? Okay. Sepse do dua që të jetë një grua e ftuar në një episod që ja prezanton dikujt tjetër. Ja vendos ta shohë. Kjo është një arsye e bukur. Një grua që jo thjesht se është grua, po sepse është një grua që është e suksesshme dhe ka shumë për të thënë. okej. Pra, përgjigja Violës ishin të dy sezonet, ndërsa përgjigja e Gonit është episodi me Arjeta Dhimën. Po. Okej. As nuk kundërshton fare. E ka një Çfarë gjë. një horoskopi? E ka një Jam gjë. këtu për të blerë, jo për të shitur. Okej, po çfarë një horoskopi Po ishte? duhet të kesh lek mjaftueshëm, se nuk mbarojnë. Patjetër, dek fantazm. Okej. Unë jam fantazma në horoskop. Është Muaj 13. po është një ditë që s'është as e hëna, se martë, se mërkura, se njëra, se premte, as e shtuna, se Ki dihet. ditë e javës? Dita e 8 kam. Dita e 8 e javës. Okej. Gati për pyetjen tjetër? Shumë gati. Okej. Nëse ky sezon do bëj film ose libër, çfarë zhanri do ishte dhe cili do ishte titulli ideal? Tragjikomedi. Nuk mendoj që mund të ishte një rom-com? Jo, romanca. Where? Romanca me fantazmën? Po pse duhet ketë patjetër dy protagonistë, po them? Besoj që po, thelbi ky është. Okej, ke të drejtë, ashtu është, ke të drejtë. Po edhe tragjikomedi sikur si rrim mirë se ne kemi qeshur. Hajde të themi komedi më. Okej, mund të jetë një komedi. Komedi. Mund të jetë një komedi. Ne kemi Titulli qeshur. ideal? Kokoshkat mi tavolin. Okej, e bukur edhe kjo. Viola bie dakord me titullin?
Priste duhet ta mendoj. Hajde, pak më kreative se unë. Bëmat e kinotekës. Bëmat e kinotekës. Ata të dy dhe Fantazma. Po. Unë ti dhe Kassandra. Po. Hiqi kufjet. Okej. Vazhdojmë të pyetjet e tjera. Aha. Cilin personazh filmi do ta zgjidhnit për shoqe jetë dhe pse? Cilin personazh filmi do të zgjidhja pa më të voglin dyshim Perandorin Kusko. Pse? Po është personazheve, është e ka brenda tragjedin, komedin, dramën, pastaj mënyrën se si kalon, po themi, ato sfidat dhe vështirësitë e jetës është një mësim vetë. Okej. Do ta zgjidhnim këtë personazhin e filmit për kaluar jetën, pra. Praktikisht. Po, shoqe jetë. Nuk të lë të biesh poshtë asnjëherë. Okej. Unë do zgjidhja Forin ke Divergent, se e para është kokra e yllit. Edhe dyta më pëlqen shumë si tip. Okej, më pëlqen kundërshtrimi juaj. Cili libër ose film ka pasur ndikimin më të madh në jetën tuaj personale? Tu mund të ketë disa. Mund të përmendësh një. Glass Castle për filmin më ka bërë të kuptoj ca gjëra që mbase nuk e kisha perceptuar ashtu më herët. Kurse libër po them librin tim të preferuar që është Treshok i Remarkut, për të vetëm arsye se më ka bërë të kuptoj që duhet vlerësojmë gjërat e vogla. Okej. Dhe këto janë, po themi, në një farë mënyrë më kanë formësuar edhe më kanë ndikuar. Në rregull. Dakon. Shiko, është pak e vështirë te librat, se çdo libër përfaqëson një derë që hapet në estetikisht në perceptimin tënd, po mund të them që është një ndër ata që më ka ngelur në mendje, është Kushtrimi të parëve i Jack Londonit, bëhet fjalë kur kam qenë fëmijë, dhe aty kam kuptuar që dashuria mes kafshëve dhe njerëzve është më e fortë se dashuria mes njerëzve, mes veti, mes ne njerëzve. E qartë. Edhe ishte si thua një zbules, po themi, nga pikpamja e botë kuptimit. Fantazma, unë kam një pyetje për ty. Ndërsa një film që më ka ndryshuar jetën, perceptimin, botë kuptimin. Ka patur ndikim të madh në jetën tuaj personale. Një film që ka patur ndikim të madh në jetën time personale, patjetër është mund të ketë ndryshuar perspektivën, të ketë nxjerrë një zonë errët, të ketë futur një zonë të errët. Domethënë ka disa filma që më njëherë të vinë në mendje dhe patjetër është, e kam thënë edhe në sezonin e kaluar, nëse nuk e mbaj mend se e kam thënë as e kam thënë, po ja po e them tani, është padyshim Ben Huri, po i 10-ri, vitin 1959. Okej. Ta bëja të pyetjen? Po. Ti po tregosh shumë i butë mene. Okej. Tani. Ose do na e futush në fund, edhe po na vjen rrotull në një mënyrë fantastike. Tani si do na menaxhosh ti ne që të bëhesh i keq pastaj? Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Okej. Të bëri skip. Ta lasin Viola. Nëse do mund të intervistonit një regjisor ose shkrimtar të famshëm, kë do zgjidhnit? Po, e thash kur ma bëri pyetjen Viola, po i them edhe një herë. Mund të përgjigjet Viola atëherë. Ky është momenti që unë mund të bëj meme. Shfrytëzojeni, bëni screenshot ekranit. Mos e humbni momentin. Ja, me mua. Dhe bëri këtu. Me duart e mia, Prita mendoj një çik. Duhet ta mendoj. Sepse janë gjithë personazhet që kanë shumë për të rrëfyer. Shumë gjatë vajti. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Jo, mund ma përmendësh edhe një herë, se thjesht harrova pyetjen. Nëse do mund të intervistoje një regjisor ose shkrimtar të famshëm, kë do zgjidhja? A mund të them edhe pse ai nuk jeton më? Jo, s'mund të thuash. Po patjetër që mund të thuash. Përderisa është një fantazëm këto mes jush mund të jenë edhe dy. Okej. Po them Kataren. Okej. Sepse është një figurë që padyshim
gjithë e vlerësojmë dhe do ishte në një farë mënyre ëndra çdo gazetari të ri që të intervistonte një figurë shqiptare që ka pasur një impakt të tillë. Okej. Pyetja tjetër. Nëse do krijonit një film për jetën tuaj, kush aktor apo aktore do luante rolin tuaj? Viola? Po Emma Stone. Emma Stone. Edhe unë kam përgjigjen gati Adam Sandler. Nuk e di, më duket se I ngjaj me gjëra fjala. Kush më shef në profil me hundën që kam kështu, domethënë? Se pak hundën se s'ta kam në rekord. Duhet më shihni live? Nga pjesa e fytyrës, po. Jetë një 2 kokë si për Adam Sandlerit me gjatësi. Jo, pse ku e ditim ku e ke marrë? Po ti je fantazm, ti je për tek konspiraciës. Po, okay. Atëherë, nëse do mund të sillnit një personazh filmi në jetën tuaj reale, cili do ishte dhe pse? Një personazh filmi në jetën tonë reale. Një personazh filmi. Do sillja Malenën se do ta trajtoja më mirë. Okej. Nga sa e kam trajtuar aty. Okej, një personazh filmi që do doja ta sillja në jetën reale. Se nuk thua Gokun? Gokun? Po. Po Goku këtë punë ka vdes ngjalli, vjen vet ai. Problemi nga për ti, prandaj them. Po ai vjen vet, s'ka nevojë ta sjell unë. Okay. Ai vjen, mjafton të shkojë te Rek Kajo aty dhe I kërkon derë më çopak. Mos gaboj, jam I saktë apo. Po sferat e dragojt për nesër. Po okej, janë sferat e dragojt, po. Po një personazh tjetër është një personazh tjetër që do doja ta sillja në jetën reale. E di që jam shumë kurioz të sillja në jetën reale personazhin që luan Robert De Niro tek Mbreti I komedisë I vitit 1982. Dhe do t'i bëja një intervistë shumë gjatë këtij personazhit. Për këtë arsye dhe sillja? Sepse do doja ta kuptoja kush është çfarë ka dhimbja e tij. Që ai e përkthen në ka një dëshirë të jashtëzakonshme ta përkthejë në komicitet, ta performoj dhimbjen. Edhe unë dua ta kuptoj pse. E qartë. Pyetja tjetër. Kur thuaj qartë kështu ndonjëherë nuk e di, më thon duhet I frikshëm. Se ç'më vjen I frikë kështu, Nëse do zgjidhit një superfuqi të një personazhi filmi, cila do ishte superfuqia dhe çfarë do të bënit me të? Ja, superfuqia Goku teletransporti. Po ku ka më mirë se ti të shfaqesh dhe të zhdukesh në çdo vend që do të donte zemra. Mund të bësh edhe thjesht fantazëm për atë pjesë. Viola? Catwoman. Catwoman? Po. Do ta shfrytëzoja për të ndihmuar për mirë njerëzit. Seriozisht e ke? Do marrë superfuqi dhe do... What? Okay. E kam seriozisht. Unë jam njëri që acarohem nga padrejtësit. Ti e për të luajtur tek The Boys. Tek ai seriali me ata që kanë superfuqi. Unë mirëpres Kjo është sfida, kur ti ke superfuqia do ta përdorje për mirë. Mirë apo në një do ta shfrytëzoje rastin, Nëse. Okej, lëvizim tek e radhës. Nëse do mund të jetoje brenda një filmi ose një libri, cili do ishte dhe pse? Është jeta ajo, duhet menduar gjatë kjo pjesë. Mirë, bëjmë pyetjen tjetër sa ta mendoj. Po zgjedh po zgjedh Mamma Mia, se është edhe musical, është edhe qef në ishull grek, kështu që po zgjedh Mamma Mia. Unë do doja të jetoja te ky film I fundit I Paolo Sorrentinos tek Partenope. Do doja të jetoja, është e parezistueshme ajo goca. E vërteta është. E vërtetë. Po ajo do vdiste një ditë, do jetoja. Po mirë, sa ishte e re. Apo do kthehesh e prap. Po mund të vazhdoja të jetoja në atë realitet kaq të bukur italian. Është magjia e Italisë, Cilin film apo libër të famshëm nuk e keni lexuar akoma, por bëni sikur e njihni për të shpangur sikletin? Letër të panjohurës, të panjohurit. Më duket se, ky është momenti që unë bëj sikur e di. Unë s'ja kam iden fare. Kam lexuar dikur ato novelat jo Tchaikovskit, no Tchaikovsky Çehovit. E kishe për Çehovin? Jo.
Ja, kupton, nga që nuk e kam lexuar nuk më vjen tani në mendje. E qartë. Po ti e gon apo edhe ti e qartë? Domethënë isha gati që librin që do thoshte Viola të thoja po. Zvajkut. Novelat e Zvajkut. Kam bërë një gabim trashanik, Zvajkut, domethënë Stefan Zvajkut. S'ka problem, kjo është ideja pyetjes. Nëse do mund të bëj një film për Shqipërinë, cila do ishte historia ose tema që do të zgjidhja? Dhuna e strukturuar në media. Pra në vendin e punës në media është një gjë për të cilën nuk flitet. Kur them dhuna, nuk e kam fjalën tek të rrahurit edhe tek ulëriva. Te mënyra se si gazetarët dhunohen në mënyrë strukturore përmes një formave shumë kreative në fakt. Në vendin e punës media është një gjë që nuk flitet. Okej. Po për ty Viola? Po ka shumë gjëra në Shqipëri që duhet fliten edhe meritojnë hapësirë, por do zgjidhja artistët të cilët heqin dorë nga të bërit art sepse nuk arrin dot të gjejnë mundësinë e tyre. Okej. Bukur. Më pëlqejnë përgjigjet tuaja. Tani ç'a vjen pas? Tani vjen 5 minuta pushim me go. Okej, po mbani dritat hapur, mikrofonët ndezur. Do vuani pas pak. Mos. Nuk dua ta di çfarë na pret. Mbani dritat hapur. Thash mbani dritat hapur, jo fikini. Kthehemi për pak. Përshëndetje, jemi kthyer prap për të vazhduar me nxirjen e jetës së Egonit dhe Violës. Që kemi gjallë. Faleminderit. Jemi shëndoshë mirë. Ka ardhur momenti të përgjigjem pyetjes tënde të përparshme. Okej. Unë këtu Me vepra besoj. Po, s'bet fjalë. Kam nxjerr disa pyetje vështira për ty dhe Egonin. Që ju të përgjigjeni, dhe në rast të përgjigjeni gabim, kemi ruletën ruse me shotsa. Okej. Paktën do pi. Okej. Paktën s'do marrin vesh gjë në fund. Okej. Unë rrotulloj ruletën në rast se ju përgjigjeni gabim. Qoftë se përgjigjeni sakt, unë rrotulloj ruletën për kundërshtarin tuaj. Shumë Squid Game kjo. Okej. Jepi. Aty ku bie zari, merret shotsi. Okej. Personi që e pi mund të reagojë si dhe dojë me fytyrën e tij dhe personi që ka përballë duhet gjejë nëse ishte ujë apo alkool. Po pres të gjejmë ndonjë gjë këtu. Nëse gjen sakt, personi që piu shotsin pi dhe një tjetër. Në rast se gjen gabim, personi që u përgjigj pi një shots për vete. Okej. Jeni gati? E ndjej që në përfundim të kësaj loje do jem tap. Okej, po. Atëherë, pyetjet që kam përgatitur për ju janë pyetje me nga 4 alternativa. Do ju lutesh atë pristit përfundoja me alternativat para se të përgjigjeni. Okej. Dhe personi që thot i pari përgjigjen e saktë fiton. Okej? Jeni gati? Okej. Gati si jemi, po. Okej, fillojmë atëherë. Kush ka shkruar librin Krim dhe Nëndshkim? Ndëshkim. Leo Tolstoj, Fyodor Dostojevski, Anton Chekhov apo Nikolaj Gogol? Dostojevski. Dostojevski. Sakt. Pra Egon, je gati për shosën e parë? Patjetër, unë për aki kam marrë. Mos harro reagimin e fytyrës, ë? Atëherë, është 28 e zez. Okej. 28 e zez. E gjeta? Jo, E gjeta. e gjete? Okej. Hajde gëzuar. Dhe ishe letra mos ta shikoj Viola. Shots. Alkool apo uj? Alkool. Alkool. Hapi letrën. E gjeti Alkool, sakt. e gjeti sakt. Atëherë Egon. Duhet pishtit. Dyshizi. Këtë nuk ka nevojë ta gjej njëri. Ky është thjesht dënim për Egon. Okej. Po ta shohim për kuriozitet ç'a ishte? Qa mendon se ishte? Uj. Ai, Viola për pak u dogje. nuk lexoj dot nga syt. Alkool. Alkool. Vazhdo me pyetjen radhës. Vazhdojmë. Kush e ka shkruar librin Për kë bjen këmbanat? Hemingway. Fal.
Atëherë Viola sapo skualifikove një shoc për ty. Po. Okej, më fal. Të kërkoj shumë ndjes fantazma. Nuk kam ndjes me fantazma. Okej. Unë gabove dhe do ndoshkohesh. E pranoj. 17 e zez. Okej. Gati? Gati. Më shikon në sy sepse edhe nëse është alkooli, nuk do Drejt, reagoj. Edhe në sy. Alkool. E gjej. Nga e di nga gjëra nga që pulit e syt. Po, kam probleme me sytur, më thi mos e merr seriozisht. Personi thash atë pikën e vogël të lotit që. Se loti që piko. Jepi. Tu thelbi muhabetit nuk është Okej. 10-a, e? 19 e kuqe. E marrim. Okej, gati, do përpiqem mos reagoj në rast se është alkool. Ujë. Okej. Nuk ke radhës. Jo, s'ka Ah, bërë. ja. Falë, Do të harova. thënë te pyetja e dytë e u mor të dy, okej. Atëherë, cili roman i shkrimtarit shqiptar Ben Blushi zhvillohet pjesërisht në Vlorë? Otello, Arapi i Vlorës, Të jetosh në ishull, Kandidati apo Hëna e Shqipërisë? Duhet jetë jetosh në ishull për ishullin e Sazanit. Gabim. E goni me sa duket pas ka shef shtëpi. Jepi mër shoki. Deri në fund tash do jemi. Nënta e kuqe. Nënta e kuqe. Çfarë do ketë vallë tek nënta e Kush e ka kuqe? shërë nëntën e kuqe? Apo kushën ka? E gjetëm? E gjetëm. Që ta keni të sigurt unë nuk e nuhas dot se jam i grip. Okej. Kështu që nuk kam asnjë shans ta kuptoj pa e provuar. Është mbrov dhe si jepe vetën. Uj. E sakt. Sakt, ujë. Kjo është për të holluar alkoolin. Po. Okej. Do të pi tjetrën tani e Po, goni? sepse ti e gjetë të saktë. 12 e kuqe. 12 e kuqe mos e pim mirë? Prita shohim. Tu jo, No, Okej. no. edhe këtu jo. Se që më vinë mund vërdal. Dhe akoma s'kemi filluar tamam. Alkool. Jo, ishte ujë sepse ishte edhe me bulca. Po mirë se duhet pas alkoolit se hidraton trup. Po. Atëherë. Cili libër tregon historinë e një djali që viziton asteroidin B612? 20.000 lega në ndet, Princi i vogël, Rreth botës për 80 ditë, apo jo udhëtimi në qendër të tokës? 20.000 lega në ndet. Gabim. Oh, Se beso Është në Princi i vogël. Princi i vogël. okej, po. Okej. Gati e gon do desh, e gon. 15 e zez. Pesë mbëdhjetën unë kam shumë numër të Po, po, mbarë. flet. Dhe të shohim reagimin tani. Alkool ishte. Se vetëm unë do dehem, e ke tira edhe në do Ah, dehem. pse ishte ujë? Ishte ujë. Okej. Jepi Ore, keni kursyer alkoolin ju, ç'a bëni kështu? kinotazma. 8 e zez. Okej. Okej, E ke kollajt e gjesh. Do Shpresoj. ndim. Po 8 e zez më duket është konsumuar. Teta e zez konsumuar. e po. Po. Okej, rrotullojmë prap. Okej. Vazhdojmë. 0. 0. I bi mos pi. Mendove se do shpëtoje. Ha, qa më rak të herë. Të radhë është 19 e kuqe, Të mbëdhjeta e kuqe. që është konsumuar. Po, pra se e kisha unë. Edhe Shaka një me herë. fat. Po, nuk e di. Së dashka alkooli. Nënta e kuqe është konsumuar? Shpresim që jo. Po, është konsumuar. Okej, e bëjmë Okej. edhe një herë fantazmas. Nuk dua të jem e drejtë. Okej.
Ku jemi? 32-shi i kush. Duhet ta kemi, besoj. Okej. Se ka shkollaj do shpëtosh ti. Vazhdojmë? Unë duhet ta gjej tani? Jo, s'ka nevojë. Okej. Ha, ishte alkool. Po. E gjeta. Gjete duhet pi prapun tani? Jo, s'ka nevojë. Vërtet? 2 shoca për radhë. Okej. Okej. Kush e ka shkruar romanin Kufoma? Ismail Kadare, Fatos Kongoli, Dritëro Agolli apo Ridvan Dibra? Fatos Fatos Kongoli. E sakt. Të sakt, shpëtuar, ja Të hodho. dy të sakt. Kush e pi? Shocin. Ta bëjmë cheers. Jo, se Jo, rame okej, e lëm, bëjmë skip. Bëjmë Bëjmë skip, sikur se se. ishim, po, nuk jap lënë bëjmë tap kaq Zjat kanë përshtypjen kjo loja. Zjat pak. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Tani nuk jemi më me libra, jemi me filma. Okej. Në cilin vit u publikua filmi Pegon, telefonin njërë. Fal. Filmi Sa e lezetshme kjo fantazm. Ej, Viola. Më fal. Filmi Titaniku u publikua në vitin 1995, 97, 99 apo 2000. Në vitin 1997. Bravo, e kon shumë i saktë. Viola, të nohesh. E pranoj plotësisht dënimin. 23-shi i kush? 32, 33 dhe duhet jetë aty kam përshtypjen. Se kemi konsumuar. Që më bëni, Marçuna? Bëf mirë. Faleminderit. Aj. Uj. Ha, more gon. Alkool. Ja, bërë ka stilin, nukët? Do të pi, po nuk po e pranoj. Dyshi i zi. Dyshi i zi. Është konsumuar. E kiti e kon po. Fantazma, unë pas S'kam- këtyre gotave Ore, nuk s'kam- mbaj më mend gjë që kam konsumuar çfarë jo. Dyshi i zi, okej, ëh. Katër më dhjeta e kushe. Unë nuk e kam. Jo, duhet E jetë. shefti fantazma sa Ja, bashkëpunues ja. jemi ne? Mere vetë. Okej. Ua, sa e këndshme është kjo renditja e numrave të mi. 17, 18, 19 dhe 23. Okej, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Ore, po me ujë do më dehni mua juve, jeni në Terezi, okej, Ja, po si vazhdo. nga dash me fate, go. Okej, Po pi aha. shoca, po pi kot. Unë po pi ujë, s'po pi shoca. Shoca uj kot. Okej. Kush është regjizori i filmit The Dark Knight? Tim Burton, Christopher Nolan, Zack Snyder apo Martin Scorsese? Zack Snyder. Gabim. Christopher Nolan? Nolan? Christopher Nolan, dhe e kisha një dyshim, po. Hajtë se ujë do jetë. Po më sillet mendja vërdall, e kam Zero stres. prap. Mund të vish të rrotullosh këtë gjën këtu. Që ti jesh U bë shumë e kushe. Uleni dhe pa e kondicion. është shpirë, 12 e kuqe shpirë. Shiko, për ka shoca se ka ngelur këtu, mund ta zgjidhni vetë një numër. Po zgjedh me që e kam përballë 24 në zez. Është 26 ajo po se shëftimi. Se cili shef këndushtrimin e vet, është 24. E ndjeni me se që nësë po flasë më ta. Shoca të bëjnë vetën, Viola. Duhet ta gjej apo ta lëm? Do e gjej, si do të Ta gjej? shkoj ti. Ti pive alkool. Ken derin të vazhdosh të pish, ishte ujë. Viola, ke 5 listë një të kushe, 16, 34 të kushe, 16 po zje se kam numër fati. të kushe. Po. Okej. Muamba, Isha është me fat? Ujë, ishte ujë. po nuk e mësë. Nuk e më Vazhdojmë me Alkohol. pyetjen e radhës. ka pirë gjithë alkoolin, sot unë vetëm ujë kam pirë, okej. Je pa fate.
Cili prej këtyre filmave nuk është realizuar nga Quentin Tarantino? Okej. Django Unchained, Kill Bill, Fight Club apo Inglourious Basterds? Fight Club. Të sakt. Të sakt. Skip, vazhdojmë. S'do pim gjë këtu, aman qafsh. S'do pim gjë se vetëm ajo po pinë në fakt, mos po pi gjë, ëh. Ja, më shiroj këtë radhë. Okej, kam pi vetëm një ujë. Kush ishte protagonisti kryesor në The Matrix? Morpheus, Jepi këtu. Neo, Trinity apo Agenti Smith? Trinity, unë po e them kotë. Neo, Neo. Keanu Vazhdoj të pi, Keanu unë. Reeves. Apo patjetër. Ma jep të lutem. Cilën do? 31 s'është. Man, bjer uj, o zot, bjer uj. A që edhe 11. Falni se s'dim çfarë themi tani. Të bëf mirë. Aha. Uj. Jo. Zgjidhe çfarë do? E pa mundur. A të shkoj të qezma të fus grykën aty të ajo se uj po pi. Hajde të kuqen aty që ka ngelur. Gëzuar. është uj, mo plak. është uj. Paguajmë fakturën e ujit. Okej, vazhdo. Sa jeni harxuar? Shumë. Cili aktor luan Maximus në filmin Gladiatori? Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Russell Crowe apo Tom Hardy? Tom Hardy, Tom më jep të Hardy. bira kin. Jo, Russell Crowe. Gabim. Më jep të bira kin. Russell Crowe. Unë e thash, ishte thjesht një moment kështu. E pjegoni. Pra, Alkohol? Pije alkoolin e fundit që ka ngel. Ishte uj. Ka jep një piku, jo, më i bëj. Vajda dhe kinotek në sol dhe më dhanë të pija uj, më shqepën në uj. Gjithë alkoholin sot e kam pi unë. Ba. Qa janë këta burra? Uj. Thanks, Uj. Një piku uj. atëherë. Në mënyrë që të vazhdojmë, do e mbushur gotat. Okej, aha. Po përdor magjin time për fantazma. Okej. Gotat i mbushëm me magji fantazma. Faleminderit. Oh. Pjesën e parë e mbyllëm me sukses. Dikush e botap, dikush jo. Dikush ishte me fat, dikush jo. Dikush donte, dikush jo. Kam një lojë tjetër për ju. Shpresoj. Loja është gjej frazën. Shpresojmë që të bëhemi tap në këtë Unë lojë. përmend një frazë nga një film dhe ju e gjeni se nga cili film vjen. Okej. Si dhe loja më përpara dhe këtu jemi me alternativa. Ju lutem më lini kodi lexoj gjitha alternativat për ndryshe digjeni. Mirë që kemi këto kokoshe dhe Cineplexit për të lënë ty të flasësh. Faleminderit Cineplexit, sponsorit ton. Sa po do ju thoja që ushqihuni pak me kokoshkat e Cineplexit, merrni vete nga alkooli që pit. Okej. Kur t'jeni gati, fillojmë. Pa. Gati? Gati. Okej. Dhe fraza është May the force be with you. Alternativat janë të shpëtova kod Viola se radhe, po s'do Nuk ketë e herë të thash të dytë. plot. Jo, nuk e the. Harry Potter, Star Wars, Star Trek apo Lord of the Rings? Lord of the Rings. Gabim. Është Star Wars. Ky është shansi im që të bëhem tap. Ta shohim nëse jam me fakt. 13 e zezë. E gjeta. Bëft mirë. Më duket se ky është fati im. Cheers. Uj. Pa. Nuk më ndahet uji. Biles, tani që s'më ndahet uji, do ta shoqëroj edhe në kokoshk. Uj me kokoshka.
paktën s'dalim pa gjë. Vjeta e zezë. Rrotullo, edhe pak. Na kam shë vjetën, më. Vjeta e zezë, po është kjo këtu. Është edhe 40. Okej. Jepi edhe një herë. Nënta e kuqe. Unë po vazhdoj të ha kokoshka sepse sigur që uji ka për t'i qenë. Aha. Gati Viola? Jepi. Unë nuk pi në rast se gaboj. Si do që ti shpëton. Ishte alkool. Ne po shqyro, ku keni qenë. Gëzuar. Gëzuar. Vazhdoj me frazën e radhës. I'm the king of the world. Filmi është Titanic, Avatar, Gladiator apo Braveheart? Gladiator? Gabim. I'm the king of the world është preja famshme nga filmi Titanic. Vërtet? Po, momenti që hap krah Xheku me Seriozisht? Jo, e vetmja frazë që unë kujtoj nga aty është Po, është edhe fraza diku aty brenda. vërtet? Po. Në atë moment? Okej. Ma diku aty. Memorje peshku. Ha, të ka rënë njëshi i kuq. Njëshi i kuq. Njëshi i kuq është ky, duhet ta hedhësh edhe një herë. Është këtu njëshi i kuq. Jo, duhet ta pi unë. Okej. Është këtu. 22 shizi. Okej, duhet i diku aty. Okej. Pije për Xhekun, Viola, që ishte mbreti i botës. Se kështu është kur ket dashurinë në krahët e tua je mbreti i botës. Ja ku e ke. Okej. Më në fund radha e Violës. Mishër na falni se ka dhe raste bëhemi dhe tap. Po, miqë dhe miqër. E gon. Çfarë piu Viola? Uj, Viola? më në fund e gjeta. Atëherë bëu gati për një shot tjetër. Unë? Po. Po, se Okej. unë e gjeta, jepi. Jepi. Vjeta e zezë është konsumuar? Po, është konsumuar, është këtu. Mhm. 35 e zezë. Ore, Po. ti ke punu tek ato bingo të viteve 90 kështu? Unë kam punu te telebingo shqiptare, unë jam e që numron ato. Po. Para se ti të ishësh sot. 38. Okej, vazhdoj. Ishte sërish ujë. Alkool. Ja morëm dorës tash. Po. Alkool. Po, nuk se është e Si ka nuk dënohet si do Okej. të jetë. Fraza tjetër është Jepi. Why so serious? Dhe filmi është Joker, The Dark Knight, Suicide Squad apo Batman Begins. Joker. Kabim, Okej. është The Dark Knight. The Dark Knight. Është fraza e Jokerit nga filmi The Dark Knight. Haha, po pse e kështu mor fantazma, pse e kështu? Më që kam shok Jokerin. 21 shi i kuq. Duhet jeti ku aty. Ja ku e ke. Kjo? Jo, është 31 ajo. 21. Kjo këtu. Po. Më duket se është radha ime. Dhe e goni piu, Alkool. e gon, Piva alkool. E sakt. nënta e kuqe. Nënta e kuqe më duket se është këtu. Ose është tjetra. Është e kuqe, po. Nënta e kuqe është këtu. Tjetra. 22 si i zi, është pirë. Jo. Jo. Pa. Është pirë. 21 shi i kuq. 21 shikuq, 21 shikuq, 21 shikuq. Po, është pirë, është këtu. Jepi. 15 e zezë.
Jo, duhet jeti ku aty të paktën, unë se kam. Kam përshtypjen duhet jetë. Po i gjete se cila është muzika. Me mua e ke. Nëse s'ka asnjë rëndësi. Alkol. Alkol ishte, po. Atëherë, jeni gati? Për frazën e radhës? Jemi shumë gati. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Filmi është Castaway, Forrest Gump, The Green Mile apo Philadelphia. The Green Mile. Forrest Gump? Come on. Po, Forrest Gump. E gonti po mbet qëllimisht duket. Unë po mbas qëllimisht që të pi alkol. Po nuk ka thash më përpara, ai që fiton lojën fiton një biletë Cineplexi. Ngjerë shumë pranë në fitore se një bilete. Kino Tazma, cili është më afër fitores? Po varet kush ka më shumë shoca para. Kush kishte vetë shpari më shumë shoca para. Unë. Jo, i kishte Egoni shpari. Okay. Edhe këtë radhë. Ti e drejt fitores. Okay. Pra kush ka më shumë humbet? Vetëm se ai kishte pirë më shumë ujë dhe unë alkol. Po. Ti fitove nga krau tjetër 2 herë. 26 e zez. 26 është këtu. Duhet ta hedhësh prap. 35 e zez. Duhet të jetë aty, unë jo, nuk e kam. Shive Viola? Asu nuk e kam. E kam këtu. 21 shikush është aty. Po, është aty. Më falni. 29 e zez. Të falet. Jo, duhet jetë aty. Duket se që nga rada ime. Të bëft mirë. Dhe Egoni piu. Uj ishte. 7 e kuqe. 7 e kuqe, duhet jetë aty. Nuk e kam. Po, ajo është. Gati, 1-2. Ishte uj. Okej. Tani. Fraza e radhës. Say hello to my little friend. Filmi Scarface, Reservoir Dogs, Casino apo Goodfellas. Scarface. Scarface, bravo Viola, e gjete, Egon, je gati të pish. Jam gati të pi. 6 e zez. 6 e zez, po, okej, gati që të A jep pim. një gotë edhe mua se u lodhët. Këtu mendjen në mësim. Gjithë çfarë vopi Egoni. Alkol. Alkol ishte. Nuk ka gotë për ty. Okej. 11 e zez. 11 e zez, okej. Gati, 1-2. Alkol ishte edhe. Ishte uj. Jo, ishte uj. Së pa fatë pas kam shumë. Atëherë, jeni gati për frazën e fundit? Jemi më shumë se gati. Atëherë. I'll make him an offer he can't refuse. Është nga filmi Casino, Jepi. Goodfellas, Jepi. The Godfather apo The Departed. The Godfather. Api unë një shos me që i gjithë të dy. Jepi. Po si do e pish? Si do ta pish ti? Nuk pise janë fantazme, çfarë do që unë pi kalon direkt në rrjedh pauze bëj vëndin Mirë, pjesë. na jep një shot të dyve se Shiko, është e qartë që këtë lojë fitoi Viola, kështu që më lër të dekoroj Violën me biletën e Cineplexit. Bravo Viola. Dhe për të festuar këtë mund pini shoca që kanë ngelur. perfekt atëherë. Sigurisht. Vetëm se Fantazma. Se dalim të shocat, por mua është momenti të them lam të mirë. ka shpejt. Bashk do ju shikoj nga cepi sezonin e ardhshëm. Ne u kënaqëm kam shumë. Nga cep, më fal, në cilin se përriti? Që ta dim. Ndroj her basire. Okej, nuk e asnjëherë një vend Fantazma ne u konstant. kënaqëm Ka shumë. raste jam atje, ka raste jam të janë dhe këti. Ke një sens humori shumë O të mirë. fantazma, do na marri malli. Edhe ti të na bësh për vete. E fali, ju falenderoj shumë. Edhe na kënaqë shumë. të mirë. Nuk e mendoja që ishe kaq mirë. Po, do përpiqem të jem edhe më mirë. Në fillim Ti dëshirash shihemi. nga
karigja kur të pash, po pastaj kuptova që jo të gjitha fantazmat vinë për të friksuar. Disa vinë edhe për na bërë të lumtur, se nga që na japin rakie dhe na fillon na rrotullohet një çik mendja, Përpara se tikësh, shotsin. Shotsin. Për mua se ti se pi dot. Po harrova. Okej. Hajde. Jepi fantazma. Uroj të shpresoj mos të jetoj. Jepi Atë fantazma. se din çfarë fati ke. Fantazma e gëzuar, faleminderit që ishen kinotek. Faleminderit. Faleminderit. Ishte alkool. Ishte ujë. Ishte kryimi, ishte ujë. Sa të mira kokoshkat e Cineplexit më i Viola me Shumë të mira, unë kam fituar një bilet. E falenderojmë dhe njërë Cineplexin, jemi që jemi. Faleminderit Cineplex për gjithë mbështetjen dhe për krajin që ke dhënë për gjatë këtij sezoni, por edhe gjatë sezonit të parë të Cineplex's. Kokoshkat i keni fantastike. Filmat i keni edhe më fantastik. Mdenjëset i keni fantastike dhe fantastike. Unë mendoj për shumë Shqipëria që e ka Cineplexin. Një mundësi shumë e mirë për gjithë ju që jeni në fillim të njohjes tuaj për një date është të shkoni në Cineplex. Jo, mos o zot. Nuk i di çfarë ndodh. Tutje. Po pse më? Kam provuar vetëm ata. Seriozisht? Po për zotin. Gjithsesi unë ua Ishte fantastike. Ishte fantastike. Mirë. Çfarë do bëjmë tani? Tani do shkojmë tek disa lojra, sepse sikurse edhe e kuptuat, në këtë episod të fundit të kinotekës nuk na ndahen lojrat. Jepi. Dhe do bëjmë this or that. Okej. Do ta nisësh ti si zakonisht? Po e nis unë. Jepi. Kemi përzgjedhur për ty animet. Animet. Nuk është ide e keqe. Se dim që ti i ke qejf, ishe. Kam ca vite që nuk shoh më, po që i kam përpjerë, i kam parë, ëh. Kështu që do të duhet të zgjedhësh e gon. Bëu gati. Ja, më shumë se gati, jepi. Astro Boy apo Lupin 3? Sa të vjetër. Këto janë viteve 70, po janë shumë të bukur, gjithsesi. Astro Boy është Lupin 3. Okej, Lupin 3 apo Lady Oscar? Oh, Lady Oscar. Lupin. Okej. Lupin apo Mazinger Z? Lupin. Okej. Po nga i dini këto juve? Ha? E po Nga i tani dini këto juve? jemi përgatitur për këtë moment. Okej. Ç'jeni ju? Lupin apo Doraemon? Lupin. Okej. Lupin apo Heidi? Lupin me gjysmë zemre, Okej. Lupin apo Dragon Ball? Po tash, të qa prisni ju të them Lupin, po Dragon Ball, bro? Okej, Dragon Ball apo Pegasus? Pegasus, sa bukur, që më keni kujtuar, Pegasus është shumë i bukur. Vazhdoj me Goku, me Dragon Ball. Okej, Dragon Ball apo Kenshiro? Ua, mos ta vini në kështu dilema shoh njerëz, ç'a bëni? Shiko, meqense se kemi përmendur, do ta zgjedh Kenshiron. Kenshiro apo Akira? Akira rikthehet së shpejti në Netflix me qira fjala. Në mëndjes, në rikthehet në Cineplex. Akira rikthehet në Cineplex, por do kemi kohë do ta them. Po shkoj me Kenshiron. Okej, Kenshiro apo Boh? Boh apo Detective Conan? Boh apo Yu-Gi-Oh? Qa nostalgjie, mos ta vini në kështu dilemash. Po Squid Gameista, në dilema të frikshme të vështira, po shkoj me Yu-Gi-Oh, kemi los pa fund me letra. Okej. Yu-Gi-Oh apo Pokemon? Oh, çfarë el klasiko je. Çfarë el klasiko. Këtë zgjedhëm tash Yu-Gi-Oh dhe Pokemon. Janë nostalgji të fëmijës. Pokemon vetëm për Mewtwo. Pokemon apo Berserk? Berserk. E vështirë. Berserk. Jo, nuk është e vështirë në këtë rast. Berserk. Berserk apo One Piece? One Piece është një legjend, por do vazhdoj me Berserk. Okej. Berserk apo Captain Tsubasa? Oh, Holly e Benji, what çfarë nostalgjie, Holly e Benji. Berserk. Okej. Berserk apo Naruto? Po tashi. Patjetër që Naruto në këtë rast. Okej. Patjetër që Naruto apo Full Metal Alchemist? Naruto.
Naruto apo Bleach? Patjetër që Naruto. Naruto apo Monster? Sa e vështirë. Për mua se mbase për të tjerët jo. Monster. Okej. Monster apo Death Note? Ore, çfarë surprizë është bën ju se si jeni kështu zakonisht me këto surprizat? Çfarë spret? Të kapnin tela. Monster. Monster apo Attack on Titan? Oj, Attack on Titan. Okej, Attack on Titan apo Tokyo Ghoul? Attack on Titan, por çfarë pyet? Attack on Titan apo One Punch Man? Sa e dua sa i tamë, është personazh shumë karizmatik, shumë interesant, por Attack on Titan. Attack on Titan apo Demon Slayer? Demon Slayer është një anime shumë e bukur e viteve të fundit, ka një grafik fantastike, por mendoj që Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Dhe fituesi është Attack on Titan. Wow, vërtetë? Si gjë tjetër? Jo, nuk ka tjera. Wow, unë mendoj që Attack on Titan personalisht është anime më e mirë e të gjitha kohrave për subjektin që ka dhe realizimin. Personalisht mendimin. Por Egon tani të pret një sfidë më e vështirë. Çfarë thuar? Do duhet të zgjedhësh mes vajzave më të bukura, më talentuara të Hollywoodit. Jo, kjo po që është sfidë vdekje prurse. Okej, je gati të vazhdoj? Po, do përpiqem, nuk e di. Jepi, Julia Roberts apo Angelina Jolie? Mirë, kjo nuk është aq e vështirë Viola, sa për ta nisur është Angelina Jolie. Angelina Jolie apo Charlize Theron? Angelina Jolie. Jepi. Angelina Jolie apo Scarlett Johansson? Tani, okej, Angelina Jolie. Okej. Angelina Jolie apo Natalie Portman? Angelina Jolie. Angelina Jolie apo Emma Watson? Shiko, Emma Watson e kemi bashkëmoshataren, po do vazhdoj me Angelina Jolie. Okej, Angelina Jolie apo Emma Stone? Po pse të them do t'i jo unë ty, po patjetër që Emma Stone. Çfarë diskuton ti o ti? Ore Fantasma. Meri. Falenderosin e Pleksin. Meri. Për kokoshkat e mrekullueshme që ka Le të bëjmë sikur nuk e pam. Ku ishim ne? Tek Emma Stone apo Anne Hathaway? Shikom. Emma Stone është karizmatike. Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Jennifer Lawrence? Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Margot Robbie? Emma Stone. Okej. Emma Stone apo Zendaya? Moj Viola, shiko, unë ty të kam shumë gjallë, por Zendaya e kam pikë të dobët, është... Shiko, nuk është se paguajmë nëse më thotë që jam Emma Stone. E kupton, do me thënë Zendaya. Okej. Zendaya apo Gal Gadot? Zendaya pa dyshim. Keira Knightley apo Zendaya apo Keira Knightley? Zendaya. Okej. Zendaya apo Penelope Cruz? Zendaya. Okej. Zendaya apo Salma Hayek? Qa do thoni ju, qa fiksimi ke me këto ropt me ngjyrë më vëlla? Si ishte Zendaya apo Salma Hayek? Po. Mirë kështu, mirë. Salma Hayek mirë, jo keq. Ore, në çfarë filtrash po I vendos ti këto për t'i zgjedhur? Sidomos tani pas shotësit të 7 apo të 8, nuk asun se di çfarë filtrash po I vë, po nuk do t'ju a them juve sigurisht, por Zendaya. Okej. Zendaya apo Monica Bellucci? Zendaya. Wow. Zendaya. Impresionuese kjo. Çfarë janë këto fetish që ke më vëlla? Çfarë janë këto fetish që ke? Vazhdo. Zendaya apo Jessica Alba? E mirë është Jessica, e mirë është. Alamet goce. E mirë është, nuk themi shumë. E mirë është Zendaya. Zendaya apo Blake Lively? Shumë simpatike Blake Lively, shumë pozitive, shumë solare. Zendaya. Or do dali ndonjëra ta mundi këtë Zendaya? Zendaya apo Mila Kunis? Mila Kunis. Okej. Mila Kunis. Mila Kunis apo Kate Blanchett? Kate Blanchett është shikon e kinematografisë. Shiko. Po shkoj me Kate Blanchett. Okej. Në shikon. Kate Blanchett apo Cameron Diaz? Cameron Diaz kur ka qenë e re,
Jeri një kohë. Të lije kokën pasaj, të paktën me tiparet e fytyrës që ka, shumë e bukur. Kate Blanchett. Okej. Kate Blanchett apo Kate Winslet? E po më t'ja lëm aty Leonardo DiCaprio s'ke tash, Kate Blanchett. Okej. Kate Blanchett apo Shailene Woodley? Kate Blanchett. Kate Blanchett apo Liv Tyler? Lord of the Rings. S'na fiksove me Liv Tyler. Liv Tyler apo Jenna Ortega? Mi zbuluat fetishet që kam. Jenna, Jenna. Okej. Si rezistoj dot. Jenna Ortega apo Dakota Johnson? Dakota Johnson, më fal. Dakota Johnson them. Po Jenna, çfarë thotë? Okej. Jenna apo Sydney Sweeney? Po tani. Se kanë edhe tipare ndryshe nga njëra tjetra. I kanë tipare shumë ndryshe. Po shumë ndryshe. Jenna Ortega patjetër. Do t'i sakrifikoj tiparet e Sydneyt. Zgjedhje e mirë. Jenna Ortega apo Megan Fox? Po mirë, pse mendoni se më intimidoni me këtë Megan Foxin ju mua? Me Jenna Ortega patjetër. Okej. Jenna Ortega apo Olga Kurylenko? Shumë e bukur është Olga, shumë e bukur është. Jenna Ortega vazhdojmë. Jenna Ortega apo Emilia Clarke? Ta di ajo Jenna, më thënë, po. Nice. Jenna na dëgjoj, të lutem. Jenna Ortega. Emilia Clarke është e mirë, është e ëmbël, po Jenna Ortega. Por sa e vendosur qenke edhe ti. Po ju fiksova njerëz unë apo e di vetë? Jenna Ortega apo Eva Mendes? Jenna Ortega. Ua? Unë e zë ose çat. Okej. Aha, se është Jenna Ortega apo Jessica Biel? Jenna Ortega. Jenna Ortega apo Olivia Wilde? Syt I ka shumë të bukur Olivia, por Jenna Ortega. Jenna, të pretegoni. Jenna të pres. Ku je? Të vish në kinotek. Do të fus ty mike që të takosh. Të na tregosh për eksperiencën tënde. Okej. Interesante si ideja jote. Nuk e prisja me thënë drejtë. Nuk e prisje? Jo. Se komendove ti? Sydney Sweeney? Jo Sydney, po duke menduar që nuk e di, do shkoj diku te këto ikoniket aktoret e dikurshme, Julia Roberts apo. Shiko. Pas shotësit të 7 themi ne këtej nga anët tona dua mish të freskët. Dua mish të freskët. Çunat po çeshin ndërkohë. Po çuna duan për vete mish të freskët. Ta mendosh që ne po xhirojmë në orët e vogla dhe jemi gjithë jemi tap. Okej. Bukur. Tani më thuaj. Po, jepi. Më duket se është rrava ime tani, apo ja? Po. Të testojmë pak këty sa I takon filmave për visor vet. Shohim pak cili është filmi preferuar I Violës. Unë jam shumë kurioz me thënë drejtën që ta po jo vetëm filmi, ti paske edhe libra Viola. Okej. Bukur. Po e nisim me librat visor vet për të zbuluar se cili është libri I preferuar I Violës. Tatuisti I Auschwitzit apo Lolita e Nabokovit? Edhe pse unë I dua shumë gjitha histori që flasin për Holokaustin, edhe për kampet e përqendrimit, sepse na tregojnë që përmes të shkuarës mund të njohim të tashmen. Po zgjedh Lolita në atë rast. Okej. Lolita Viola apo Frankenstein? Frankenstein është shumë interesant. Okej. Por po zgjedh Lolitën, sërish. Bukur. Lolita apo trilogjia Millennium? Më vjen keq Lolita, po këtu do zgjedh trilogjinë Millennium. Okej. Edhe e dia patjetër. Trilogjia Millennium apo Për kë bien këmbanat e Ernest Hemingway? E vlerësoj shumë edhe dua shumë Për kë bien këmbanat, se është ndoshta rrëfimi më I mirë që Hemingway ka bër. Po zgjedh trilogjinë. Okej, vazhdojmë trilogjia Millennium apo Arku I Triumfit e ri Maria Remarque? Më vjen keq të duhet ta lë trilogjinë edhe të zgjedh Arkun e Triumfit. Arku I Triumfit apo Dashuri në kohërat e kolerës? Arku I Triumfit. Okej, Arku I Triumfit apo Gjuetari I balonave I Khaled Hoseinit? Okej, kjo është e vështirë. Realisht, se janë të dy Gjuetari I balonave.
Okej, gjuetari i balonave apo një mit djeve zollues, është el klasik, kjo është La Madonnina e Halet Hossein. Nga njëti autor, zgjidhja bëhet e vështirë, po për ndjesin që të lë, po zgjedh gjuetari i balonave. Okej, dhe finalja, gjuetari i balonave i Halet Hosseinit apo Tre shokë Erik Maria Remarkut, cila është? Tre shokë. Tre shokët janë libri i preferuar i Violës. Di çfarë është interesante me Tre shokë gon? Më thuaj. Ne dy jemi. Po, ne jemi dy shok, po kemi edhe shumë shok të tjerë. Kemi edhe fantazmën që i falenderojmë për gjithë punën e mirë që kanë bërë për gjatë këtij sezoni. I falenderojmë çunat që i kemi shumë shok edhe i duam shumë edhe na ndihmojnë. Se si ka rënë në duart e mia libri Tre shokë i Remarkut? Më thuaj. Ka qenë një nga këto ndarje të çmimeve të përvitshme për nxënësit më të mirë. Okej. Unë nuk isha e përzgjedhur, sepse ishte një për gjithë shkollën. Ishte një shoqja ime e klasës. Unë thjesht isha gjendur aty në atë ceremoni dhe një vajzë nuk ishte ardhur. Ishte një kuti dhurate për të shpërndar. Dikush nga zyshat e rregulloi që atë kuti dhurate më jepnin mua. Dhe aty brenda unë gjeta Tre shokë të Remarkut. Sa e bukur. Fillimisht e kam paragjykuar shumë si libër, të betohem. E kam paragjykuar, mendoja, ç'është kjo histori automobilesh, ç'më duhet mua. Pastaj kur i me motor u largua për një periudhë gjatë në Itali. Nuk isha çfarë të bëja. Edhe u futa leximit të Tre shokë. Të betohem, kam qarë. Nuk e kam marrë vetëm për një javë. Viola, kjo është jashtëzakonshëm. Kjo që sapo më tregove është një histori shumë e bukur, ta them megjithmend. Prandaj nuk duhet i paragjykojmë librat në faqet e parë të tyre. Të falenderoj që e ndave këtu në Kinotek historinë e librit të Tre shokëve. Dhe është libri im i preferuar i gjitha kohërave, nuk besoj që do ketë një libër që do të më lëri këtë lloj ndikimi. Dhe patjetër është një nga autorët më të mëdhenj të shekullit të 20 dhe historia jote e njohjes me këtë libër ishte shumë e bukur, mua më pëlqeu shumë. Por tani është momenti që të kuptojmë se cili është filmi i preferuar i Violës. Do ta nisim This or That. Janë romanca, se mua më pëlqen shumë edhe dramat, po kam përzgjedhur. Okej, ke përzgjedhur romanca. Do kuptojmë se cila është romanca e preferuar e Violës. Si të humbësh një djalë për 10 ditë, how to lose a gay. Okej, guy. Mirë do ishte. How to lose a guy in 10 days apo The Notebook. Pavarësisht gjitha notave të humorit që ka How to Lose a Guy in 10 Days, po zgjedh The Notebook, patjetër se është ikonik. Okej, super. The Notebook apo Eternal Sunshine of Spotless Mind. Më pëlqen shumë Eternal Sunshine of Spotless Mind, po vazhdoj me The Notebook. Bukur. Nuk e prisja. The Notebook apo Me Before You. Okej. Me Before You. Mund të më gjykojnë sa duan. Okej. Me Before You do ta zgjidhja në çdo kohë. Të gjykojmë hiç fare, mos kemi merak. Me Before You apo Mamma Mia. Pavarësisht që Mamma Mia është një film që sjell humor, të kënaq, edhe të argëton, po zgjedh Me Before You. Bukur. Me Before You apo Mr. and Mrs. Smith. Shumë tension te ky i dyti, po zgjedh ende Me Before You. Okej, Me Before You. Tensioni i lezetshëm, po. E vërtet. Me Before You apo Malena. Mua Malena më pëlqen shumë. Pëlqen shumë sepse sjell shumë mesazhe. Dhe nuk është thjesht diçka që duhet ta shohim në mënyrë sipërfaqësore, po duhet ta shohim pak thellë. Që thjesht një vajzë që do veten, edhe kujdeset për veten, sa mund të gjykohet. Realitetin e kontekstit të Italisë asaj kohe. Për shkak të mënyrës se si unë e kam përjetuar Me Before You, po zgjedh ende atë. Okej. Me Before You apo 3 metri sopra il cielo. Amma Ricardo s'ka marrë që më djalë. E di që 3 metri sopra il cielo ka qenë filmi i parë romanc që unë kam parë në adoleshencën time. Shumë i bukur. Po është vështirë zgjedhja. Me Before You. Okej. Me Before You apo Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde është e bazuar në histori të vërtetë. Okej. Por mua nuk më ndahet shpirti nga Me Before You. O të ndaj unë ty nga Me Before You o s'ka derman sonte. Me Before You apo Titanic.
Me Before You. Ore, çfarë duhet ndodh që të ndahet kjo nga Me Before You, se u mbyt ania e madhe u rra poshtë aty për plas në icebergun edhe hiç për qamet se ndahet. Ti sa kam qarun me atë film. Pafundësisht. Okej, të besoj. Me Before You apo The Fault in Our Stars? Okej, këtu bëhet shumë e vështirë zgjedhja. Okej, ë? Me Before You. Okej. Po filloj të dëshpërohem, të humbas shpresën. Me Before You apo La La Land? Tu jemi në dy zhanre të ndryshme, edhe pse La La Land ka sërish prap deri diku dramën përfshirë se një çift që duan me njëri tjetrin dhe nuk arrin dot ta gjejnë një vimësi me njëri tjetrin, po prap Me Before You. Do iki, do ta lë këtë punë, nuk do merrem më me kinotekën në jetën time. Me Before You apo The Divergent? S'kam asnjë shpresë, po thuaje atë që pres. Unë du fort. Aha. Aktorin, Forin, domethënë në këtë rast personazhin, po prap vazhdoj me Me Before You. Të shpresojmë mbase e fundit do të jetë ajo që do ta ndaj. E di sepse ndoshta ndonjëherë ajo çfarë duket si gjë më e keqe që mund të bëhet për momentin, është gjëja më e mirë që dikush bën duke menduar për këtë. Dashuria her pas here është kështu. Po, e vërtet, kjo është e vërtetë. Duhet marrësh vendime të vështira duke menduar për lumturinë e tjetrit. Kjo është e vërtetë, jo. Ai ose ajo nuk mund ta kuptoj për momentin, po vjen një moment që reflekton më vonë. Ej, çuna, unë nuk mendoj që duhet t'ju them unë që kjo meriton një duar trokitje, sepse në fakt është e vërtetë. Me Before You apo Modigliani? S'kam në një shpresë. Okej. Tu kemi të bëjmë në të dy rastet me sakrifica. Me Before You, por nga Modigliani, vazhdoj të kujtoj ende shprehjen, kur të të njoh shpirtin, atëherë do të pikturoj syt. Moj Viola, moj Emma Stone e Kinotek në Sol dhe filmi preferuar që fiton, pra filmi preferuar i Violës, romans, gjithmonë romans është Me Before You, me shumë merit, do të thoja unë. Tani do shohim pak se cili është aktori mashkull, aktori burr që Viola preferon më shumë, që Violën, si thua, e ka bërë për vete. Do ta nisim me Leonardo DiCaprio apo Tom Hanks. Leonardo DiCaprio. Okej, Leonardo DiCaprio apo Christian Bale? E dua edhe Christian Bale shumë, po Leonardo DiCaprio. Ora çfarë filluam prapë tash me Leonardo DiCaprio deri në fund, a janë Terezita që po çfarë kjo muhabet? Shikon sa i qëndrueshme. Po, keni parasysh ë? Mbajeni mend sa i qëndrueshme është. Leonardo DiCaprio apo Morgan Freeman? Okej. Morgan Freeman. Okej, patjetër. Morgan Freeman apo Denzel Washington? E vështirë, kam përshtypjen. Është e vështirë, po sërish qëndroj Morgan Freeman. Bukur. Morgan Freeman apo Tom Cruise? Morgan Freeman. S'të bën përshtypje as lekët e tjetrit të Tom Cruise-it? Po nuk po i zgjedh në baza materialiste, po ti si ashtu golce moj, çfarë them unë? Mirë, Morgan Freeman apo Robert De Niro? Robert De Niro. Okej, ndryshuam. Robert De Niro apo Al Pacino? Mos e bëj kaq të vështirë këtë. Okej, kjo është, si thoni ju, El Clasico? La Madonnina, derbi Madonninës. Al Pacino. Okej, të kuptoj dhe të justifikoj. Al Pacino apo Russell Crowe? Al Pacino. Al Pacino apo Brad Pitt? Ta bëjmë çik më të vështirë tani. Al Pacino. Shtrin tok të gjithë ky, ku të pyet ky. Al Pacino apo Matthew McConaughey? Al Pacino. Al Pacino apo Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Oh? Ndryshuam? Joaquin Phoenix? Po. Interesante. Joaquin Phoenix apo Johnny Depp? Joaquin Phoenix. Okej. Erë parë që e shoh Johnny Depp të rrëzuar në një duel. Joaquin Phoenix apo Tom Hardy? Tani po ta shoh si të bukur, do të Tom Hardy. Po ta shoh si ka lëp, thua si reziston dot, e kuptoj. Po Joaquin Phoenix. Okej. Joaquin Phoenix apo Theo James? Vjen keq tu. Do e shoh si të bukur. Nuk e rezistojnë dot. Theo James është aktori që fiton simpatinë e Violës në këtë përzgjedhje, është Theo James. Okej. Mirë. Mund kisha bërë patjetër me këto emra zgjedhje më të mirë, por
Okej. Patjetër që nisemi nga shihet personale. Patjetër, sigurisht. Mos na gjykoni, janë preferenca tërësisht në varësi të Sigurisht. Asaj se çfarë ne duam dhe pëlqejmë. Si arritëm në fund më? Si arritëm në fund, ma vash, më një sekond. Njerëzit, çfarë do bëjnë gjithë korriku njerëzit? Do shkojnë kinema, do shkojnë Cineplex më. Patjetër që do na shohin ne, po do shkojnë edhe në Cineplex. E falenderojmë edhe një herë kinema Cineplex për mbështetjen që na ka bërë gjatë gjithë këtij sezoni të dytë, por edhe të parë patjetër. Cineplex, faleminderit për gjithë mbështetjen, për krahjen, edhe urojmë të kemi filma po kaq të mirë sa kemi parë për gjatë këtij sezoni, edhe në sezonin e ardhshëm. Sigurisht, gjatë muajit korrik thjesht po e përmend sepse meqense ky është episodi i fundit i Kinotek në Sol për këtë sezon që po e mbyllim, po do ta nisim shumë shpejt. Mos harroni të shkoni në kinema Cineplex të paguani biletën, të zini ulcën tuaj të preferuar dhe të shikoni filma fantastik gjatë muajit korrik, po flas vetëm, po filma fantastik ka gjatë gjithë muajve si Jurassic World Rebirth, me rikthimin e dinosaurëve më spektakolar se kur, Superman, ngjall sërish legjendën e superherojit më të famshëm për të vegjël dhe të gjithë familjen, nuk mungon humori i Smurfs, ndërkohë që adrenalina e misterit nuk do të mungojë me I Know What You Did Last Summer dhe surpriza e pazakon Eddington do t'ju mbërthej deri në fund për adhuruesit e Marvel. Mos harroni The Fantastic Four First Step, sjellin kapitull të ri dhe një aventurë që nuk duhet humbur. Cineplex është aty për të gjithë, të vegjël dhe të mëdhenj, gjatë muajit korrik, gjatë gjithë verës. Mbusheni verën me aventura, mos harroni të shijoni çdo moment, çdo eksperiencë duhet të vlej për të kujtuar. Më tej, ne ju falenderojmë shumë që keni qenë pjesë e Kinotekës në një mënyrë apo në një tjetër. Ju nuk e keni idenë se sa shumë realisht na keni motivuar për të vijuar më tej misionin ton. E kam thënë disa herë gjatë këtij episodi që padyshim ne jemi gjithkohës në përmirësim, por nuk mund të përmirësohemi pa ju. Ju jeni një element kryesor për përmirësimin ton. Na presin gjëra më të mira në sezonin e ardhshëm të Kinotekës. Uroj të keni shijuar çdo moment, edhe mos harroni të jeni të sigurt gjatë gjithë verës. Mos harroni të ndiqni episodet që s'keni parë në YouTube, në Spotify, edhe mbi të gjitha në Radio Sol në 89.0 FM. Ne do të jemi këtu për ju nga shtatori. Nuk jemi larguar, thjesht po bëjmë çik plash. Do të rikthehemi së shpejti. Ju përqafojmë edhe pushime të mbara. Ju duam shumë, pushime të mbara. Shihemi në shtator së shpejti.